Furnizimi i Serbisë me raketa balistike supersonike të tipit CM-400 nga Kina nuk po konsiderohet rrezik i drejt për vendit fqinje, përfshirë Kosovën. Ekspertët e sigurisë theksojnë se bëhet fjalë për sisteme shumë të fuqishme ushtarake. Megjithatë, ata vlerësojnë që si reagim nga NATO mund të vijë vendosja e sistemit kundërraketor i tipit Patriot në Kosovë, Shqipëri apo Kroaci. Presidenti serb Aleksandar Vučić më 12 mars konfirmoi se Serbia ka bler raketat supersonike CM-400 nga Kina. Njohësi i sistemeve të rënda raketore Ismet Ibishi thotë se raketat që Serbia ka siguruar paraqesin rrezik të madh, por sipas tij, Kosova nuk ka arsye për shqetësim pasi mbrohet nga NATO. Patjetër se ajo është paraqet rrezik të madh. Çdo sistem raketor, po sidomos këto janë edhe një fuqi më tepër, po unë nuk shoh asnjë arsye që ne të kemi të shqetësohemi për këtë rast. Mbrojtja kundërajrore, sidomos kundër sistemeve raketore, është jashtëzakonisht e kushtueshme, kërkon kuadro shkollume deri me 8 vite studime. Ne nuk mund të llogarisim në atë, po edhe s'kem nevojë, se ne jemi edhe i herë thëmë në ambrellën e NATO-s dhe ne do të vazhdojmë dhe do të jemi për herë në kuadër të fuqisë më të madhe të botës që është NATO. Edhe njohësi i çështjeve ushtarake dhe të sigurisë, Afrim Veseli, shprehet se furnizimi i shtetit serb me këtë arsenal raketor nuk paraqet rrezik real për Kosovën dhe rajonin. Serbia është të vazhduar politikën e vjetër, që përmes politikave kërcënuese ndaj vendeve tjera, të arrijë një avantazh në aspektin diplomatik. Konsideroj që nuk ka rrezik as për Kosovën, as për Shqipërinë, as për Kroacinë, se çdo 3 shtete jemi përfolur më shumë. Si do të mund t'i përdor Serbia ato raketa që ka bler nga Kina, kur Kosova është NATO ja këtu, Shqipëria dhe Republika e Kroacisë janë që të dyja vende anëtare dhe me automatizëm është në 5 që do të aktivizohet. Me blerjen e këtyre raketave, Serbia bëhet vendi i parë pas Pakistanit që i posedon raketat CM-400 dhe është vendi i vetëm në Evropë që posedon ato. Në mars të vitit 2025, Kroacia, Shqipëria dhe Kosova kanë nënshkruar një deklaratë për bashkëpunim në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë, të cilën zyrtarët serb e cilësuan si kërcënim për sigurinë e Serbisë.